Në një pasdite që dukej krejt e zakonshme, atmosfera mes gocave ndryshoi papritmas. Alba dhe Bia kishin pas prej kohësh një tension të vogël mes tyne, një lloj ftohtësie që nuk ishte shprehur kur hapur, por që ndihej në çdo shikim dhe në çdo fjalë të papërfunduar. Askush nuk e mendonte se ajo ditë do të shndërrohej në një përplasje të fortë, ku fjalët do të merrnin peshë më të madhe se çdo veprim tjetër. Gjithçka nisi kur Alba, me një veprim të shpejtë dhe të pamenduar mirë, i hodhi tymin në sy Bias. Ishte një gjest provokues, i mbushur me nerv dhe inat të mbledhur prej kohësh. Bia u step për një çast, e befasuar jo vetëm nga tymi që i hyri në sy, por sidomos nga guximi i Albës për me shku kaq larg. Ajo u kthye menjëherë nga Alba, me syt që i digjnin jo vetëm prej tymit, por edhe prej mllefit. A je e sigurt që po bën këtë gjë? I tha Bia, me një ton që përzihej mes paralajmërimit dhe zhgënjimit. Ishte pyetje që nuk kërkonte veç përgjigje, por edhe një ndalesë, një mundësi për me u tërheq para se situata të përshkallëzohej. Alba nuk hezitoi. Me një buzëqeshje ironike dhe me zë të fortë, ja ktheu, po, jam krejt e sigurt. Kjo fjalë ra si shkrepse mbi benzinë. Prej atij momenti, konflikti mes gocash u ndes plotësisht. Fjalët filluan me dal njëna pas tjetrës, ma të ashpra, ma të rënda. Secila tue u mundu me tregu se kush kishte të drejtë dhe kush ishte më e fortë. Ofendimet nisën fillimisht si thumbime të vogla, por shpejt u kthyn në akuza të drejtë për drejta. Bia i përmendi Albës sjellje të vjetra, fjalë që ajo i kishte thënë dikur pas shpine, ndërsa Alba nuk mbeti mbrapa, duke e akuzu Bias për hipokrizi dhe për një qëndrim fals përballë të tjerave. Çdo fjalë shtonte edhe ma shumë tensionin, dhe rrethi i gocave përreth mbeti i heshtun, pa ditë si me ndërhy. Konflikti nuk ishte ma veç për tymin apo për atë moment të vetëm. Ishte shpërthimi gjithçkaje që ishte mbledh me kohë, xhelozi, keqkuptime, inate të vogla që nuk ishin sqaruar kurrë. Secila ndihej e sul.